o Zot, mos me humb mbasi me ke udhëzuar. Kjo është diçka shumë e rëndësishme për një besimtar. Shoqënia e keqe duhet kemi kujdes pas Ramazanit, se kthehemi te ajo pika zero kur gruaja e tjerri penin edhe filloi krejt me shkatru me u kthy në pikën zero. Nuk guxon besimtari me u kthy, me u bë shkaktar as lënia e Kuranit, as nuk guxon me lën Kuranin, as shoqëria e keqe, as nuk guxon të më bë shkaktar besimtarin me deviju, me kthy në pikën zero, se kohë një mund edhe një sakrificë e kemi bërë gjatë gjithë 30 ditëve të Ramazanit. Gjatë Ramazanit e kemi dyqysh edhe një tërbije, me thonë, të çështja e përmendjes së Zotit. Në vazhdimsi mundohemi edhe kur jemi të vozit, edhe kur jemi të përgatitur ushqime, ndoshta për shkak të peshës madhe që ka koha në Ramazan, edhe mundohemi me vlerësu maksimalisht, po ka sillemi e përmendim Zotin, bëjmë dhikr. Qysh është çështja mandej pas Bajramit, do të thonë masi të kalon Ramazani, dyqysh nisëm pak me pas një ramje. Se demotivohemi pak, s'është një njëjti shpërblim edhe shumë e vërtetë. Nuk është një intensitet i punës. Po, si në fillim e thash se është imani ndryshe në muajin e Ramazanit, vetveti është, sikur kur qëndron para Haxherul Aswadit edhe e ki atë ndjenjen që nuk përshkruhet dot, që ashtu është njëjtë edhe muaji i Ramazanit normal për besimtarët që i përjetojnë. Ama dhikri është prej gjërave që të mon shpirtin të ujitur vazhdimisht. Sukur se një saksi që e mojnë një lule me një saksi, edhe kujdesemi qaq mirë pika, mos me qitu i shpejt, mos me dëmtu, gjërat e rjedhshme. Sado që janë të vogla, ato janë tepër dobishme. Që dim prej dhikreve shumë që pejgamberi alayhis salam na ka mësu me i përmend që nëse besimtari ka gjinoha sa shkuma e detit, bëhet dhikri sebeb që Zoti më ia fal. Subhanallah. E pse na mos me majt lidhjen e fortë me Zotit edhe për 11 muaj, dhe është shumë diçka e lehtë. Subhanallahi wa bihamdihi. Që kjo është për gjinoha sa shkuma e detit? Kemi shumë subhanallah, për shembull, falënderimet Zotit, lavdrimet Zotit, çdo lavdate Allahu xhaleshanuhu është që nëse besimtari ka gjinohe, Allah është ai që falë, se ka thonë, në të më drejtohet robi jam, unë nuk e kthej dur bosh, kur do ai që me lutet. E mira krejtve kësaj është, kur për një mena nuk jemi nxorë si në Ramazan që bajna gara me marë veprat mira, po edhe kur jeti shumë okej, shumë në rregull, shumë e ki një jetë luksoze, nështë atë qetë, s'ki probleme, se sot luks i jetës o armës me pas njeri probleme, jo nështë a me pas milionat,